Ndërsa Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep flamurin e lavdit. Ja jep flamurin e lavdit. Kur njerëzit tha pejgamberi asëm në hadithin që vjen prej Ibn Abbasit, prej Ibn Omerit, ata transmeton Imam Buhariu, tha vin njerëzit në ditën e gjykimit duke esur në gjunjë. Shkojnë çdo njëri tek pejgamberi i popullit të tij dhe i thojnë: "O pejgamberi jon, këshillë ndërmjetëso tek Allahu, se jemi në ciklet dhe në hall të madh ditën e gjykimit. Këshillë ndërmjetëso tek Allahu, let ja nis dita, let ja nis gjykimi më shpejt." Tha pejgamberi: "Shkojnë çdo njeri tek pejgamberi i popullit të tij, ngjoj duke hes me tuba njerëzish." Ndërsa tha nuk pranon me ndërmjetësu kërkush, derisa i vjen randi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kur ti vjen randi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atë ditë i jepet lavdi, atë ditë i jepet flamuri i nderit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fillon pejgamberi sallallahu me bë shefat ndërmjetësim tek Allahu Azza wa Jall. Edhe kështu e ka komentuar këtë hadith, e ka komentuar Ibn Abbasi edhe shumica e dietarëve të Ibn Battali.